Shkarkohet nga detyra drejtori përgjithshëm i policisë së Burgjeve, Petrit Koshaj. Duket se kërkesën për shkarkimin e ka bërë Prokuroria e Krimeve të Rënda, pasi emri i Koshajt doli në disa shkelje që dyshohet se ish drejtori i Burgjeve Artur Zoto ka kryer gjatë ushtrimit të detyrës. Një javë më parë, prokuroria Elizabeta Imera i mori në pyetje kreun e policisë së Burgjeve për skandalin e tenderave të ushqimeve, ku më herët ishin arrestuar drejtori i Burgjeve Artur Zoto dhe zëvendësi i tij, Ilyas Labi. Ndërkohë Petrit Koshaj dyshohet se ka shpërdoruar detyrën duke transferuar të burgosur kundrejt përfitimit të vlerave të konsiderueshme monetare. Por akuza ka gjetur dhe një shkelje tjetër të Koshaj. Burimet i than Vision Plus se Koshaj ka lejuar që Emiliano Shullazi të kurojë në një spital civil pa njoftuar prokurorën e çështjes. Koshaj u emërua nga ish ministri Manjani në dhjetor të vitit 2015, ndërsa urdhri i shkarkimit për të është firmosur nga ministri i drejtësisë Petrit Vasili.